Në çdo hyrje të qytetit është e vendosur një tabelë e tillë informuese. Për udhëtarët që hynë në Ferizaj, bashkë me të është i shkruar emri edhe në gjuhën serbe Uroševac. Megjithatë, kjo po kërkohet që të largohet përfundimisht nga të gjitha dokumentet dhe të mbetet vetëm emri shqip. Bashkim Fazliu, iniciuesi i peticionit që nis më 18 korrik, tregon se qëllimi i tyre është që të mos figurojë më një emër i tillë. Është një relikt i pushtuesit serb, ku dihet historikisht ka edhe shkrime vetë burimet serbe e pranojnë që edhe ky emër ju ka vu Ferizoj tek pas pushtimit. Kemi edhe libra tje ku kanë shkruar ta zonë profesor doktor Shaban Ashoni ku e dëshmon që nga burimet serbe se me 16 janar 1914 është marrë një vendim i mbretërisë serbe ta sekur për me quajt për me avnuar emrin Uroševac. Kjo nismeti ka gjetur përkrahjen e plot nga niveli lokal, partitë politike e deri te komunitetet jo shumicë që janë në këtë qytet. Besoj shumë që do të kemi votat e gjithë deputetëve shqiptar, sidomos deputetëve shqiptar dhe komunitetit jo serbe, ku janë diku 110 deputet. Nuk ka lidhje kjo me gjuhën, nuk është serbisht. Ferizaj do të jetë shqip, do të jetë serbisht, do të jetë edhe anglisht në çdo gjuhë. Iniciativën po e mirëpresin edhe vetë Ferizajasit, që thonë se do ta nënshkruajnë posa të jetësohet. Kjo iniciativë na ka pëlqyer shumë dhe unë e përkroj e mbështes në mënyrën çfarë kërkohet edhe çfarë mendohet që ta përkroj. Pas nënshkrimit të peticionit, i njëjti pritet të dërgohet për votim në Kuvendin e Kosovës. Përkraje për këtë, thot se do të jap deputeti zgjedhur i lëvizjes vetëndosje Rofki Suma, i cili kishte ngritur në muajin prill këtë çështje. Formohet një komision parlamentar që do t'i trajtojë të gjitha këto emra në mënyrë që të hiqen njëherë për gjithmonë emrat që kanë kuptime të ndryshme dhe sidomos emrat që kanë përmbajtje jo të mirë me emërtimet e kriminalëve siç ka qenë rasti Janković ose Uroševac. Besoj që edhe ky propozim i Ferizaj që do të vjen nga komuna e Ferizaj, do të përkrahet nga të gjithë deputetët. Ky emër ishte vendosur dhe imponuar qytetit të Ferizajt pas pushtimit nga Serbia pas vitit 1912, që nënkupton emrin e një poshtuesi.